Mesazhi im për të gjithë liderët politik me cilët u takova sot ishte I thjeshtë. Partneriteti vije me përgjegjësi, sepse ne besojmë që ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian. Në kohë të pasigurive globale, gjeopolitike dhe paqëndrueshmërisë ekonomike, zgjerimi nuk është vetëm një mundësi. Është nevojë, domosdoshmëri gjeostrategjike për Evropën, investim në paqe, stabilitet dhe siguri të kontinentit tonë. Si I tillë, e lavdëroj Kosovën për parafrimin e tij të plotë dhe vullnetar me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, që është një sinjal I qartë I orientimit strategjik të Kosovës. Ndërsa Kosova po shkon në zgjedhje këtë fundjavë, mesazhi im për të gjithë liderët politik me cilët u takova sot ishte I thjeshtë. Partneriteti vije me përgjegjësi. Bashkimi Evropian mund ta mbështetë Kosovën, por nuk mund t'i kryej detyrat e saj në vend të saj. Kosova ka nevojë për institucione të forta, të qëndrueshme dhe funksionale të afta për të realizuar reformat dhe për të shfrytzuar mundësitë që ofron Bashkimi Evropian. Në takimet e mia të sotme kam pasur për këtë arsye kam inkurajuar të gjithë aktorët politik që ta bëjnë integrimin evropian prioritet përtej ndarjeve, përçarjeve politike dhe të punojnë së bashku drejt këtij objektivi të përbashkët. Kushtetuta e Kosovës identifikon dhe njeh të drejtat të njëjtat e kushtetutës e Evropës, ku përfshirë këtu bashkëtisën dhe të tjerat. Duhemi të sigurohemi që tëra kjo të funksionojë në praktikë. Përqafimi I marrëdhënieve të mira, të fqinjësisë dhe bashkëpunimit rajonal gjithashtu është një prioritet thelbësor për të siguruar arrimin ekonomik të vetë rajonit.